Të dashur shqiptar ka ndodhur diçka shumë e rëndë. Emri i bukur shqiptar Dimitri është në fakt emri i perëndisë Demeter, perëndia e tokës. Dhe i thon tokës vetëm në gjuhën shqipe dhe atë ilire. Dhe meter në shqip është bërë motër, por ka qenë mater në dialektin dorik. Do thot nën. Perëndia e tokës është nën në tokë dhe këtë e gjejmë në gjuhën e prygasve, që ka qenë Epiri, bregu në gjuhën kelte, ma gda. Gda i thon tokës, ma i thon nënës. Ishte lutje për perëndin Kybele të tokës. Kjo është shumë rëndësishme. Perëndia e tokës, perëndia Demeter, quhet perëndia me flok gri, u thinj gruaja, Demetra. Dhe kjo është origjini e emrit të Greqisë. Graja do thot grua e thinjur. Në greqisht është emri i perëndisë Demeter në dimër. Himara e merr emrin nga Himaros, keci i dimrit, përbindshi i dimrit. Hima i thon dimrit në greqisht. Pra, Demeter është emër i pastër i lirë. Dhe i thon tokës në shqip. D-ja bëhet dhe vetëm në shqip dhe në helenisht, dialekti dorik. Tani, Demeter në thiror është Demetre me një e të gjatë. Kjo eja bëhet i në dialektin atikës. Dimitri do të thot grua, Demeter. Mirë po përdoret në greqisht si emër përkëdhelës për meshkujt të dashur, të mirë, Dimitri. Ndoshta edhe pak dylber. Pra është formë përkëdhelëse. Po ashtu bardhylis është formë përkëdhelëse nga fjala bardha, kometes bardha, komet me flok të bardha. Bardhylis është emër gruaje, është emër i lirit, bardhylis. Kliti është emër gruaje, është në thiror kliti, në mashkullore është klitos. Dhe emërore dhe thirore është kliti. Por shkruhet e klite me e të gjatë, që është bërë i në dialektin atikës. Pra Dimitri shkruhet me e të gjatë, por shqiptohet i. Dhe kjo është dhe shqiptimi shqipes, i emrave mashkullor. Të gjitha emrat në shqip e marrin nga thirori këtë i. Por që shkruhet e dhe shqiptohet e, por është bërë i në dialektin e mesapishtes, në dialektin e atikës dhe në shqip. Është origjina e emrave mashkullor në shqip. I lajmi është emër mbiemëror nga lalima, emër asnjanës, thashe theme në greqisht. Lalimi është emër fshati në Greqi, që shqiptohet lalimi, por është shkruar lalime në dialektin e atikës, por është lalimi në shqip. Emrat femëror të dialektit të mesapishtes dhe të atikës bëhen emra mashkullor në shqip. Dimitri është emër femre. Kliti është emër femre për mbretin Klitos të taulantëve. Grekët me shaka i thon kliti. Mbretit të ilirëve i thon bardhylis, oj bardhyle. Është emër përkëdhelës, por dhe sharje ndoshta. Por kur shohim Dimitri, që është emër përkëdhelës në greqisht, është emër vajze, po ju vihet burrave, të dashur, të mirë, të ëmbël, Dimitri. Kështu formohen të gjitha emrat e shqipes me i. Por që është e në thiror në greqisht. O Dimitri, madje kjo o është hequr nga gjuha greke, po ka mbetur në gjuhën shqipe. Në fakt kjo nuk është thiror, që ta dini ju, kjo shkruhet ho, shqiptohet ho,
dhe është forma e trajtës së shquar të emrit. Emrat e përveçëm dhe emrat e përgjithshëm në greqisht kanë pjesën e trajtës së shquar. Në greqisht ju hoq, po ka mbetur në shqip. O Dimitri, o djali. A kuptoni apo jo? O djali dhe o Dimitri janë krijuar një lloj në thirror. Dhe kjo është pjesa e trajtës së shquar e emrave në shqip. Por është shkruar me e në hellenishtën e lashtë, të shqiptoshte e në fillim, pastaj u bë i në gjuhën mesape, u bë i në dialektin e Atikës. Të njëjta ndryshime fonetike që kanë ndodhur në gjuhën mesape në shekullin e 5 para erës sonë janë bërë model i shqiptimit të greqishtes në shekullin e 4 të erës sonë, 900 vjet më vonë. Po kjo është e pabesueshme, kjo që ka ndodhur. Pra, të gjithë emrat mashkullor të shqipes e marrin këtë pjesë të trajtës së shquar nga thirrori, o Dimitri, o Kliti, o Bardhyli, janë emra femëror në greqisht, por janë mashkullor në shqip. Tani, në kananin ton futen turboalbanët dhe përpiqen të prishin diskutimet tona shkencore. Prandaj unë kam hapur një kanal të dytë që quhet Green Monsters VAT dhe do vë në titullin e filmit dhe atje po vë filmat e rinj më të bukur, sepse turboalbanët akoma nuk e din ku është ky kanal dhe nuk na shqetësojnë atje. Atje mund të diskutoni i lirshëm. Po ashtu kam hapur edhe 2 llogari në TikTok, pra janë 4 llogari të ndryshme, dhe turboalbanët e kanë shumë të vështirë që t'i gjejnë filmat e mi dhe të vënë në komente të këqija. Ndërsa adhuruesit e mi e din ku jam dhe më kërkojnë në 2 vende në TikTok dhe në 2 vende në YouTube. Po unë mund të hap edhe 2000 llogari të tjera, e kuptoni apo jo? Filmat unë i mbaj në diskje të pashkatrueshme, që ja kam dhënë miqve të mi, edhe sikur mos jem unë, këto filmat do mbeten për gjithmonë. Janë të shpërndara falas diskjet të gjithë miqve të mi. Me 10 miq, falas, i blej diskjet dhe jap atyre që t'i mbajnë në ruajtje. Nuk kanë çat më bëjnë turboalbanët fare. Ua kam shkatruar atë sistemin e tyre të keq. Nuk më gjurmojnë dot. Filmat e mi janë kudo. Nuk i mbajnë dot turboalbanët. Prandaj nëse doni të lini komente interesante, mund të shkoni te kanali i dytë Green Monsters VAT. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.